Tongi, sot do të bëjmë diçka prej mbëlsirës, diçka me akullore, ftoft nxehtë. Do të thonë, një akullore pështjellur me marzipan, në vaj, edhe me manafera, pak kivi, pak... Thashë, e këqyrim qa po bujmë. Kështu që po e presim marzipanin. Marzipani është pak vështirë më gjithë në përshtim, po prapë se prapë gjinet, ko pas kohë. Marzipani është një substancë e përzime, jo substancë, mund edhe që ashtu me thirë, përzime badema apo bajame me sheqer. Në përzime, qaj është qaj e masë, përbohet qaj e masë. Aje mas shumë të shërben për fërgesa që shto, që mos me deportu, për do të më pështjel mirë, ajo do të më punu pak ma mirë, që mos me deportu vaj, temperatura në mërëndësin e saj. Ajo është si mbrojtëse e temperaturës. Okej, tash ka punojmë, spjegoj edhe diçka prej saj, kështu që po e presim marzipanin. Në vëllon që kjo qaj marzipani është si brum. Kjo duhet me najtë temperaturë të dhomës, ku punohet. Që ka që ma mërme që nga del bëllë, gjithmonë me sheqer pluhun. Bojna me sheqer pluhun. Kadlar këto duhet me ngjeshë. Që është edhe me bon një petë. Mirë, po jo shumë të trashtë. Në nënë, parafërsisht 2-3 mm me kone trashtë, jo ma shumë. Edhe i ma pak, zmanë. Në nënë, parafërsisht qatë trashtë me pasë. Sepse kjo duhet behu me përpunu, mirë, pa shtu pak sheqerin, kjo sheqer pluhun, lypset pak fuqi, po lypset edhe pak kohë. E tash, derisa kjo të merë pak temperaturën edhe të shti ambienti, na duhet me marë akullorën, me qitë sa si varrumullaka sfera sa që du tuni, sa kem qef, dhe me shti në fresë, me shti më ngri, shumë më ngri, jo pak po shumë më ngri, se na duhet që është të lypset. Më donë unë veç e kom shti në fresë, që kjo është që ajo, se ka qenë pak e butë, si akullore, më kjo të du në më bëhë pakër se gati si akull. Më më ngri bagi, se kjo do të me i 2 henë presë. Njerë henë qështu qësh është, edhe njerë së bashku për këto, se këto do të të hëllu në hala. Deri sa kjo zbutet ashtë dhe pak, na ndërkoj ja bojmë qullën qësoj. Se këto të ashtë marëm që ta kolore, këto e pështjellëm e shmirë,
dim që ta qollë që do ta marrojmë qëtash, edhe me vaj. Ndërkohë, na, dhe i salqohet kjo edhe pak. Një filxan, gjysë filxani miell. Të kush të ves. Të bardh. Përdorim masnej. Qështu? Pak pluhon gatimi ose peciv, një të katërtën e lukës të qajt. Kjo bi bjen 12, 11. Qështu? Një lukë vaj. Një gjysë filxoni vend bardh. Qështu? Edhe marëm e përzim pak kryp. Edhe marëm në e përzim të që është të kadal. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtojmë mishin dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Qështu duhet me konë, të forta. Edhe shkojmë tash me pështjellje. Duhet me pështjellë qaq mirë, që mos me e lanë me marë ajrë kur kun heq. Do me thonë, duhet me qenë shumë të pështjellura që shduhet. Se boni e la mu me depërtu atëhere veç s'kina bo kur gjo heq. Një stikë vogël kum ka metë. Pështjellën do më thonë shumë mirë. E ku qatu, zbën, me lanë këto mu qakë kur qyshi se depërton vaj. Atëre kina prish, 100% dikun ka me lëshu. Pse ku me lanë me qëllim me qysh doket. Që to i shtim tash prap me ungri, fort me ungri. E tash, derisa i kemi lon ato që i bo me marzipan, derisa i kemi lon me ungri, mirë me ungri, na do me bo edhe brumin për mishti ato dhe mishtin vaj. Për kësaj do të me ashtu edhe një të bardh ves. Edhe që kjo gati që tash, sto e qesëm që të tash, e përzim, tash e marëm kivin edhe e blujmë.
pak sheqer vanile. Ja dhom pak një aromë. Që kjo që shtu. Të lajmë me njerë se na duhet për mjedra. Me njerë. Merë se u bu bëllë. Edhe kjo është tamam. Që dojnë që ato që i kemi bo na për Të bëjmë që qështu. Edhe të bëjmë qështu të shtim të rënirë. E që ato njërë. Qështu. Këto do të mishti qështu edhe mos me lonë deri sa të fiton ngjyrën, jo ma shumë. Na po e marrim qështu edhe po e dekorojmë pak pjatën. Që ato e kem gati, tamam është. Na bof mirë.